Kam thuar dy kolegë me cilët punoj, nisi me mëngjesin bashkë dhe duhet t'i prezantoj ata për punën që po bëjnë në këto rrethona të sinoptike të temperaturave afrikane për luset e verës. Kam valjen që për ditë shkon thuajse në terren në ngjarje të ndryshme, është i specializuar me reportazhe televizive për risjellje rrëfime të zakonta, pa zakonta kryesisht, duke konservuar dhe raportuar gjithë trashëgimin, ajo që ishte identitet jonin të kaluarën, dhe si po bëjnë matë në format ndryshme duke e kthyer edhe në atraktivitet turistike. Donen po ashtu një kolege tjetër, me cilën bashkëpunoj çdo ditë, është çdo ditë pranë tastierëve të kombiterit, është e kujdesshme në çdo aspekt të transmetimit të lajmit. Ko prezantoj Valin, nuk e di, përshëndetje. Vali. Përshëndetje. Një paraditë të bukur edhe një pasditë po ashtu. Faleminderit. Si e? Tani temperaturat afrikane dhe e donën. Përshëndetje. Përshëndetje, do të spari ty dash me të përshëndetje tonë, po. Do të më mësu disa Për dallim prej Valit, që nuk ka konsekuenca kjo përshëndetje me ty mundet me post. Ç'është po nis dita? Mirë. Nis me atraktivitet si në kohë që me thonë të vjeshtës zvonshme dimrit apo temperaturat po jo. Realisht mëngjesin po e nisim pak me një farë pllade. Mirë, edhe sot ka nisë ashtu, po pritet që gjatë ditës, domethënë me pas temperatura të larta, sot deri në 38 gradë. Po, është javë temperatura. Kështu që edhe për pak po besoj që kemi mu fut brenda atje ma pllade dhe veç me u përshëndet. Aktualisht pjesë ku jemi është duke na molu një pjesë e hijes së objektit. Po. Drejt perëndimit ato ju veri perëndim. Po, zakonisht me Valin e kemi këtu atë kafën e mëngjesit para objektit, të ku po na bjen veç flade, dhe që aty e bojmë një farë bisede në mëngjes, ka një kafe, shpesh Vali edhe deri vjen të puna, ndaljet në furr, ma blen kiflen edhe e vazhdojmë këtu. Nuk i la unë, nuk i Jo. la pa bërë. O, i të kujdesesh. Po mendoj, absolutisht që po. Sa i përket këtij nxehti kësaj vere na pak ndoshta si shqiptar pa dasht me Apo ta mund kreativitetin ky nxehtë, apo absolutisht që jo, që për shembull djeti e përmendë shumë mirë bashkë me kujtimin që është përballë nesh sot. E kena përjetu një të nxehtë në një fshat që nuk e kena një ndoshta hecë sepse është vera dhe ndoshta jena mësuar që ka me konë nxehtë, po gjithsesi nuk ka asgjë që e ndal avazin për punë, për ata jemi edhe thirrur edhe po besoj e tregova po ashtu e për i theksoj që po mundohemi me sjell në kuadër të Varëbërisë ngjarje rrëfime që i përkasin trashëgimisë edhe kulturës tonë shqiptare. Po shkon çdo vend. Çka po të bëj më shumë përshtypje këtë kohë? Absolutisht që po më bën përshtypje që deri tash nuk po muj me i thonë ndoshta lloj propaganda po e fus në thojzat që fshatrat e Kosovës mbase absolutisht që janë duke u braktisur, po takoj njerëz të cilët janë shumë adhedashës, edhe unë i tham gjithmonë edhe po mundohena që përmes pamjeve atij emisionit tim me i sjell në të Varëbëria dhe para gjithë shikuesve që Atë që e ndrenë është zemrimi njerëzve për t'u largu nga fshati. Edhe njerë më falë pyetja? Ato që e vren, ku i interviston njerëz që e fshen terren. Po. Është shqetësimi që njerëz po e braktisin fshatin. Absolutisht, unë mendoj si i ri këtij vani sepse nuk mundem me fol ndoshta si një i moshës së mesme ose kompletit të moshuar, mirë, po si i ri këtij vendi, po mundohem që me çu promovimin deri në atë pikë që mos më ka ndoshta ajo nevoja që me e braktis, sado që rrëfimet që i takojmë së shumë të red janë që ndoshta faktorët edhe rrethonat kanë bërë që qoftë pas luftës e deri në ditët e sotme për me e braktis vendin mirë, po kohët e fundit. Për shembull, çka thonë njerëz Vali kur shkon atje? Cilat janë problemet e prezanton fshatin e bukur, identitetin, trashëgimin. Absolutisht. Çdo vend Kosovës, kushdo që të telefonon përpiqesh ta vendosësh në orar atë angazhim punë, atë reportazh, dhe çka është në fakt sot mendimi i kujdo që ta kanë. Njerëzit ndoshta shqetësimi më i madh i tyre absolutisht që rritë që në emisionin tim mundohem mos me fut politikën ose ndoshta politikbërja që është të ndodhur aktualisht. Mirë po shgënjimi më i madh sado që unë i pës ndoshta për trashëgimin, mirë po pa hyrë edhe në politika duke e parë situatën edhe e the edhe ti që është ndoshta tentativa 38 mbas kamerave
ajo biseda më e madhe është politika, dështimi i politikës e mbi të cilën qoftë edhe në fshatra, qoftë edhe në qytete janë duke pësuar vetë, qoftë banorët, qoftë qytetarët e Kosovës, edhe kjo tema aktuale ndoshta nuk po m'len me i ik brenda emisionit tim edhe qëllimet e mia që i kam aty. Ky është shqetësimi që nuk po mundim me pas ndoshta një kryeministër. Edhe që në po Kosovën të rehatume, jo vetëm absolutisht që po. Politikisht, po edhe në aspektin politik, po se po në aspektin që me prodhu shpresë. Po, 26 vite pas luftës, më falë vetëm këto ta thëmë, ndoshta edhe kjo është njëri prej shqetësimeve që të paktën populli i Kosovës që e ka merituar me e pas ndoshta një shtet të devotshëm në qoftë se më lejohet me i thonë kështu pa këto probleme. Ky është një shqetësim duke pas parasysh lufta sepse unë trajtoj shumë lufte, nuk du me u harru qoftë dëshmorët në përvende që ne i kemi pasur. Kjo është një breng që 26 vite pas luftës ne nuk mundim me bë rahat, duke i pasur standarde dhe ngritja e çmimeve shumë faktorë të tjerë që kanë ndiku pikërisht edhe në për zona rurale. Po përpiqesh me një këtu fshatin, bukurinë e fshatit, Absolutisht që po, po mundohem që brenda emisionit tim 40 minuta me paraqit që ka jetë në Kosovë mbi të gjitha, mbi jetesën e sfidave që i kanë ndodhur brenda këtyre viteve. E don, na shpjego pak çdo ditë para kombiterit, lajmet. Sa po ta mujnë jetën kështu sociologjike, sa po ta ndikojnë? Realisht, unë tash veç jo mësume. Po ta moj mikrofonin. Po e kam faleminderit. Instinkti i reagimit. Realisht do më ngjas kur vim këto, normalisht se shikojmë as pari kalendarin e ngjarjeve ditore, po tu e pas parasysh me që dhe ju e përmendën gjendjen aktuale me kuvend, një farforme kemi mbet as aneja as këndej. Edhe paka shumë na kanë qitë një farë pushimi kështu edhe neve të parakoshëm, sepse për shkak që po dështon seancë pas seancë, edhe normalisht që e tha dhe Vali kjo po ndikon të gjithë njerëz. Absolutisht. Po, dje gjithashtu e pa me dhe... Sa po ta mund për thëmë kjo situatë? E tillë çfarë është, mund ta emrojmë si të tush, mund të vendosim çfarë dushemle dhe duket që nuk ka bojmë. Po, aq sa po i mund deputetët, aq edhe mua dhe po besoj edhe neve gjithve ish dash. Nga zemrët nuk e merr. Po, ish dash, jo, përderisa ata që duhet me marrë ndoshta afër zemrës nuk po e marrin aq. Po besoj që edhe na duhet me kthy në të njëjtën. A ka kalu në gati copy-paste raportimi? Po, realisht po. Gati copy-paste. Po, se cili paralajmërim për seancën e radhës, veç se po dije që ka me ndodhur. Cilat lajme të bëjmë për shumë me shtypje kur ti raporton? Po, në fillim më bëjshin për shtypje dhe më thonë qëto dështimet e seancës, tashmo ka kalu një farë, tashmo nuk po qudite me bile. Të diskutu me kolegun Afrim Kasollin edhe tha me mgu mu, lajmë do të ishte sikur të kalem të në kuvend edhe që atëherë me shku për një me. Me një ditë të zakonshme thash, ishte tentativa 21, nga bofsha ishë me kujtimin, thash, kom shkuone... Edhe thash, kom shkuone, po besoj ka me kalu, po nuk isha fat. Asone kështu që tash ku mendoj, okej, dona e për cjell i ka sytë në të, po u mendoj që për një me ndoshta një lajme dhe që edhe me shku edhe mediat evropiane në qofse kish kalu. Ndoshta kjo periud mund të shërben si referenca dhe për legjerim historie në të sistemit tonë. Absolutisht. Që vajtohen. Ata Ministria e Arsimit mund të afuz në kurikull, po e them me shpërfile këtë, me gjysë me... Po shpresoj që ka mu zgjidh që kjo situatë, qoftë me u konstitu, qoftë po ta dimbre ku jena... Hoxha i Krasniqit dole mbromë, Memli Krasniqit tha, zvoj me koalicion, zvoj me Albinin, Hoxha i thasë, duhet mos ta heqim nga opcione dhe këtë. Në situata duket është të tillë, por raportimin e kohë vere duket ka pak ma i më lisën. Po, normalisht, ndoshta fizikisht po jemi këtu, po me ndëresht po jemi të u lodh dikon në ndeti. Normalisht është e kanë edhe kohën e vetë edhe... Notën e dinit të dëtë? Absolutisht, mytmi nga pak, po me rëndësi... Se ka njërë se di notën. Tash është po besoj, kështë marë puna delit e noti me shku se nështë dhe letë fundosna. Po tash edhe pak i kemi pushime dhe po besoj përgatit me sigurisht edhe për zgjedhjet lokale që i kemi pastaj në Prag, për mbarvajtjen e tyne, e ka kohën edhe pushimi. Kimi jo thonë njerëzve që shkruajnë e të fresin e ku t'i shojnë reportajet tua, qka ju thonë njerëz? Si ju do këtë puna vali mu, për vetë jo që këtu, jo që më do të me, tash me komplimentu, po për me, ky rrëfim i reportaj vizonit të rëndom të njerëzve, i atyre që nuk dalin, jo, hiq shpesh, po shumë rrallë në televizion në media, basë është
Në i shikueshëm, e përshikoni, në këta njerëz shikohen më shumë se sa ta zëmë, po e mbuluam një seancë kuvendi. Absolutisht që po. Që se më pyet çka ju kisha thonë, unë e kam një që se mundë me i thonë, mundohë me përdorë një etik të asaj që e kam su në universitet dhe mundohëm që ani pse e kam zgjedhë këtë emision që njerëzit e rëndom me i paraqit para kamere vetëm për qëllimet mira dhe mbasë ndonjëherë një orë mi merë, si për shembull dje ka qenë një njeri që një orë ja kam qaru çka saktësisht po du, cilat janë qëllimet e mia për fshatin Jezerë që kam u transmetu të premtën kanë me pas rastin shikuesit për me ndjek. Absolutisht që po, edhe mbase tash jam të munu Kosovën edhe kam i prek ndoshta edhe për te kufive kemi me dalë kë emisionin botër me valin, po gjithsesi mundohem që përmes anës të mirë tem të gazetarit, më false, me i vendos para kamera ata njerëz të rëndom që kanë për një me çka me tregu. Me qenë se jena lodh me këto tematikat e fundit, edhe po shpresoj që shpërritet për detisë për broadcast rrjeti shpërndarjes së internetit e programeve televizive, jo vetëm në Prishtinë, gjithka. Absolutisht. Me të jashtëzakonshme, sa më shumë rritet portfolio kësaj, më të mëdha janë edhe mundësi tona për të bërë plane, ambicje. Absolutisht po, disa komente që më vinë ku herë po të shojmë atje, herë këto, herë atje, po i thëmë që për një me pa nga bën me fluturu në për fshatra dhe pa ma mundësu për një me se për broadcast kisha mujt me i prejkë gjithë këtu vendet që jena të shku se bashko me vitimin. Me që u përmendi se po, edhe one tash dona me falenderu publikisht, sepse falir jetit i së pës, normalisht që one mundohem në kështu në gjdo moment edhe me saktësi me i shpërnda lajmet materia. Po. Absolutisht. Interneti është zakonshëm, beton për fund nga aspekti. Për fund edhe unë ju kisha thonë njerëzve, shkoni ndeti, pushoni pak, edhe unë ka më mundu që gjatë kësoj sinës verës, po, pak me i relaksu njerës me lajme pak më jove që politikë, sepse po e shojmë që jemi lodhë. Realisht jam lodhë one në fakt që mirem çdo ditë me ta e lemo njerës. Kur ta shë një lajmë nga politika, sera ka? Po, nuk më bojnë më për shtypje, po, sepse kur ballafaqoj çdo ditë me një problem, në shta me qujtë më të bojtë, po, fiks. A mi ju falendru, se më do këtë të bolla kënejtë me Kisha dasht, unë e fola bëllë sa i përket projektit tim, po du me ju bashkangjitë edhe mendimit e donës, unë e thamë gjithmonë dhe... Ti jenë në teren e dona, unë jena ma shumë zyre. Po. Po dhe, përse qashtë ka zënë që jeni për fodi. Jo, ekskluziviteti, unë kom që me zonë teren, po, ka njëherë. S'ko lidhje, nështë ta nuk jena të destinum që krejt me bo punën e njëtë. Sa i përket kësoj që dhe na jemi baba jetë për një me ju që i refuzojmë temat e politikës, po deri në një pik ku të vendosit diçka ndoshta me gjithë dëshirë, sepse ne, ky profesioni jonë është i shejt, për me raportu për të mirën e popullit, unë mendoj që edhe populli më nuk merren me ta, andaj edhe nëse ti e pyet një qytetar të rëndop në kryeqytet ose kudo tjetër, e refuzon me një farformë me fol. Ata folin, ata presin me një farformë që në kuvend me u vesh në petkën e seriozitetit, pastaj edhe ndoshta shteti. Po realisht, po, mbas tyve, po, kisha me thonë për fajt deputetve dhe pa përgjegjësisë tyre një farforme, po na marrin një natë vala, ke pa dhe neve gazetarve. Po, realisht kjo është detyra jonë, po që... Absolutisht, për fund redon e gjithmonë edhe në emisionin te me mbylli me mesazhe shumë të mira. Marak e ki Bareshin, do më thonë, kongën, legendaret, të pavdekshmës në Zhmije Bagarusha. Pavdekshmës tonë në Zhmije Bagarusha. Atë shko sa të bëj emision Baresha, kam jetu bashkë në projektet e mija, kështu që bili bashkë që tash në tingujt e sa jemi, po nuk po dëgjohet ka pak, kështu që nuk ta kësha kënu Bareshën, se ti e shumë kërkus, po e kam ka një mesazh me thonë Mamma mia. Mamma mia. Unë veç ju kisha thonë që tash mos e zgatni shumë, hini mrena se do me në arot dile. Sikloni, Po, edhe qytetarëve gjithashtu me pas kujdes, sepse edhe, do me thonë edhe paralajmërime ka pas për ditën e sotme që mos me nejtë shumë jashtë, sidomos prej orës 10, nuk dhja u bora 10, deri në ora 5, do me thonë me nejtë mrena në rje po. Qka për shkaj ka motin me prezentuar? Mu shkaj temperatura sot të cilën ka, do të ketë kujdes, lami do të me përkojt e limit. Falenderit shumë. Falenderit Se ko që ndajti me mu, para se me dalë vali edhe të intervenu se je sot në kitë kohë në montash, e do në faleminet nga dy të rrimë të në kohën. Po. Ka që nga ne, një co përfimi nga ne për kohën që bojnë ballavaqimin me lami dhe kështu më radhë.